Në ditën kur edhe zyrtarisht ka filluar implementimi i sistemit Safe City, kryeministri ka paralajmëruar se i njëjti mund të abrogohet ose të vazhdojë implementimin varësisht nga vendimi që do të marrë gjykata kushtetuese. Kryeministri Mickovski deklaroi se vendimin e gjykatës kushtetuese nuk do ta komentojë, por do ta respektojë në tërësi, pa e kundërshtuar. Nuk i komentoj vendimet e gjykatës kushtetuese, le të deklarohet gjykata kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë vendim final. Vendimet e gjykatës nuk komentohen. Ndërkaq e drejtë e gjithë secilit është që të dorëzojë iniciativa në gjykatën në fjalë. Sigurisht, gjykata kushtetuese do të kërkojë mendim nga ne si qeveri dhe ne do të japim mendimin dhe qëndrimin tonë. Ndonëse është dashur të fillojë nga 1 janari me dënime Safe City, edhe zyrtarisht ka filluar sot, ndërkaq kundër të njëjtit në gjykatën kushtetuese. Deri më tani zyrtarisht janë dorëzuar 3 iniciativa, një nga Aleanca për shqiptarët e Zjadin Seles, një nga ASH-ja e Arben Taravarit dhe një nga Ylli Paçuhu, antar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kujtojmë se sistemi Safe City hyri në funksion pasi 81 deputet votuan për miratimin e ligjit për kundërvajtje, ligj kryesor i këtij sistemi.